Një katalog i posaçëm që dokumenton pasurinë e artit ikonografik shqiptar është publikuar në kuadër të ekspozitës së Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar të Korçës në Shamberi të Francës. Botimi sjell në fokus 49 vepra dhe përshkron historinë e ikonografisë shqiptare nga shekulli 14 deri në fillim të shekullit të 20. Katalogu është përgatitur në bashkëpunim me studiues dhe profesionistë shqiptar e francez, duke sjell materiale dhe analiza mbi veprat, autorët dhe zhvillimin e artit ikonografik shqiptar. Përveç se 49 veprave të cilat na përfaqësojnë aktualisht në ekspozitën e përkohshme, të cilat fillojnë prej shekullit të 14 dhe deri në fillim të 20-s në një renditje kronologjike, dhe përveç se atyre anonimeve të cilat kanë shfaqin një vlerë artistike të jashtëzakonshme, kemi dhe autor të njohur si vëllezrit Konstantin dhe Athanas nga Korça, apo Konstantin Jeromonaku, Konstantin Shpateraku, mësues Konstantini dhe shumë të tjerë. Përtej dokumentimit të ekspozitës, botimi synon të mbetet një pikë referimi për kërkime dhe studime të mëtejshme mbi trashëgiminë artistike shqiptare. Përmes këtij botimi, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar vijon përpjekjet për ta bërë trashëgiminë e tij më të njohur ndërkombëtarisht, duke e vendosur artin ikonografik shqiptar në vëmendje të studiuesve dhe institucioneve kulturore evropiane.